Berishës në krye të Partisë Demokratike, në analizën tënde nga e shtuna deri më sot, në ç'pikë ke arritur? Si e ke parë të gjithën këtë? Atëherë, nuk është gjë tjetër vetëm se një sinjal tipik politik Ballkanas, edhe pse një pjesë cilët janë akoma aktiv politik tek Partia Demokratike ose që mbajnë linjën për të mbështetur leadershipin e zotit Berisha, përpiqen që të gjejnë krahasime të ngjashme me partitë europiane, kryesisht tre sisteme që janë paga shumë të ndryshme, por kanë një gjë të përbashkët, janë demokratike, pra duke u përpjekur derisa disa kanë aluduar që edhe zonja Merkel ka bërë zgjedhje vetëm me një kandidat. Së pari, një ndër dallimet kryesore në modelin ballkanik është që individja politi nuk është mbi institucionin e partisë në Gjermani, por identifikohet me partinë dhe kjo jep garanci që kur një lider vendos të largohet vetë ose largohet për shkak se nuk është më fitues, institucioni i partisë mbetet të shëndorë dhe pasardhësit kanë mundësi që të kenë një trashëgimi politike ose të krijojë një model edhe një trashëgimi të re politike. Mos harrojmë që zonja Merkel është larguar vetë nga CDU-ja pasi nuk humbiste më asnjë palë zgjedhje dhe u largua për të dhënë një rifreskim subjektit të saj politik dhe për të mbyllur një karrierë të saj politike që është krejt normale, qoftë në planin politik, qoftë në planin njerëzor për çdo njeri. Ndërsa zoti Berisha vjen pas disa zgjedhjeve të cilat fatkeqësisht Partia Demokratike i ka humbur, dhe kur themi i ka humbur, i them në kuptimin e kuadrit kushtetues të Shqipërisë, pra kontestimet e çështje tjetër, por për sa kohë kuadri kushtetues i Republikës së Shqipërisë ka njohur si fitues Partisë Socialiste dhe tashmë në mënyrë institucionale zoti Rama po përfundon mandatin e 4, do të thotë se zoti Rama është ai që ka drejtën e pushtetit dhe është ai që në kuptimin kushtetues është kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Pra, zoti Berisha vjen pas disa zgjedhjesh humbje. Vjen nga një rikthim i tij, i cili në fakt në kuadër të politikës aktive siç është verifikuar dhe verifikohet, nuk është larguar asnjëherë nga politika. Pastaj ka qenë kryetari i PD-s, ka qenë kryetari i PD-s është çështje tjetër kjo. Dhe procesi në vetvete ka disa lloj problematikash, të cilat ti kanë aluduar dhe njerëz që duan ngarojnë. E para, termi referendum nuk ekziston në statutin e Partisë Demokratike, por ai mund ta marrë si mirëqenie, nga që është dialektika e Berishës, duke i mobilizuar, duke e bërë për pjesëmarrje masive, por edhe këtu sipas Ervin Salianit, i cili ka kërkuar të jetë kandidat i Partisë Demokratike, dhe kjo pastaj janë një diskutim nëse duhet të ishte apo s'duhet të ishte dhe ai plotësonte apo si plotësonte kriteret, konteston edhe pjesëmarrjen në këtë referendum. Po termi vetë besim sepse për të dyja ka pikpyetje të mëdha në raport me statutin, me atë se çfarë parashikon vetë kushtetuta e demokratëve. Pra, vetë kushtetuta e demokratëve në këtë kontekst mund të ketë probleme ligjore mbi këtë proces? Në këtë kontekst më të mjafton që të marrim famshmin Nenin Basha, cilin e ka krijuar rithemelimi, dhe Neni Basha